Coach Sharin, in the first quarter you played very well. It was a balanced game, but then something happened in the second quarter. What was the key factor of the Trepča's win tonight? Definitely I congratulate to Trepča because they are much better team at the moment than us. They got like 5 very good foreigners, even 6. We have a problem with injury, we have problems with the new players who's supposed to come. What to say, 3 quarters we are better than, we are in the same result, equal, but this second quarter was something what cannot happen, doesn't matter how somebody is good. They made all the shots, they got 15 3-pointers today, but anyway, we have to be much better in defense, we have to be much more concentrated. Even the last game what we won, we wasn't good offensively, but defensively we gave our part. Today, we didn't have this part and we have to work on that, but it's very hard. I'm here just 10 days and we don't have a time to practice or to get some new habits, and every 2 days is a new game. So it's a very challenging moment, but we will try to do our best and put the club where he belongs. Thank you very much. Thank you. Trepča sonte e fitoi ndeshjen përkundër faktit se ju ishit të niveluar dhe patët tepërsi në çerekun e parë. Çka ndodhi në çerekun e dytë? Trajneri Jeronimo Sharin tha po lejuam atë që nuk duhet të lejuar. Trepča sonte e uroi Trepčën për një mbrëmje të shkëlqyeshme. Ndodhi ajo që ndodhi, tha dhe gjuajtjet për 3 pikë nga pozita të lira, 15 treshe të realizuara. Neve kjo nuk guxon me na ndodh. Për dallim prej ndeshjes së fundit të cilën e kemi fituar kundër Vllaznimit, ku po ashtu nuk kam qenë nuk isha i lumtur dhe i kënaqur me lojën në sulm, megjithatë e patë mbrojtjen e mirë sonte, pra nuk e kemi pasur mbrojtjen e mirë, kemi lejuar shumë gjuajtje nga pozita të lira, sidomos edhe për 3 pikë, ku Trepča ka 5 lojtarë të huaj jashtëzakonisht kualitativ, madje tha 6 kualitativ. Ne kemi problem me lojtarët e lënduar, me lëndimet të cilat po na mundojnë. Unë jam vetëm 10 ditë këtu, nuk po kam kohë që të përgatitem dhe të stërvitemi ashtu si duhet, të fitojmë disa shprehi të reja, qoftë në mbrojtja apo në sulm, po na mungojnë lojtarë, na duhet pak kohë për të ambientuar dhe për të ardhur aty ku skuadra e Golden Eagle Yllit e meriton. Ishin fjalët e Jeronimo Sharinit. Adhrues të basketbollit, kaq nga Unagon Fehmiu, ekipi realizues i Oksigenit për Art Motion nga palestra 13 qershori, ku rezultati ishte Golden Eagle Yllit 69 dhe Trepča 98.